Familja Liçaj në fshatin kremenar të bashkisë Mallakastër jeton prej 3 vitesh në një çadër në oborrin e banesës në kushte ekstreme të vështira. 44 vjeçari Ermal Liçaj, për shkak të një dëmtimi në shtyllën kurizore në kohën kur ishte ushtar, nuk mund të punojë duke mos mundur të sigurojë familjes të ardhura. Unë vuaj në shtylla kurizore. Jam rrezuar ushtarak, e kam kërkuar, në Tiranë, kam në 7 muaj gjysmë në spital ushtarak. Tiranë, 2 muaj kam gjendje kome, e kërkojtëm, kërkuam kempin tim ose dëm shpërblim që a isha jo, s'na dhanë asnjë gjë. Ka qenë fatos nanu a here kryeministër, e kërkuam, na gjenjeu një doktor në Fier, një doktor Stavri, i kërkojtëm ndihmë bashkisë Ballshit, Qerimi Ismailajt, ai nuk na tha do të ndihmoj, ka ardhur këtu e ka parë gjendjen e di si është, shtëpia është e banueshme, erdhën në Tirana e verifikuan inxhinierët, thanë mos banoni këtu. Na i mbyllën dyert, tani jemi këtu po bëjmë 2 vjet e gjysmë, e na ka thënë do ndihmoj, ne s'duam asnjë gjë, vetëm na bëj shtëpinë. Babain e kam të smur, e kemi të çuar brem sot mëngjes në orën 5 spital në Fier, ka ikur urgjencë, ne këtë kërkojmë, s'duam gjë tjetër, vetëm shtëpinë, na bëj shtëpinë. Më e vështirë situata është për bashkëshorten e tij Filen, për të cilën përditshmëria është një makt i vërtet. Burrin e kam të smur, jam që ku pa flejnë fleqade me djalë, me burr, në përdhe e flejnë. S'do gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër bashkim vetëm çatin e shtëpisë do. Sina e dimrit e bën edhe më të vështirë gjendjen e tyre, teksa për shkak të stuhive, jetesa në çadër bëhet e pamundur, duke i detyruar të strehohen në banesën e amortizuar, me frikën se mund të shëmbet mbi kokë. Kjo është çadër e dytë që kanë sjellë, se e para na i mori stuhia, e shqyeu, kjo është e dyta që na i kanë ashtur, edhe kjo është e pabanueshme. Shiko si është atje brenda. Bëjmë thirrje kryetarit bashkisë, zotit Qerim, të vit na rregulloj vetëm shtëpinë, na ribaroj shtëpinë, nuk duam ne në një vil luks apo na ashtu, ne s'po kërkojmë luks, thjesht mona bie soleta brenda, na zën fëmin, apo ne na e një çadi shtëpie. Po shtëpia pse është amortizuar kaq shumë? Po shtëpia ka kaq vite, shtëpia është me po bën 44 vjet, është me arqitrar, nuk është me solet tamam. Është pa hekur është. Të ardhurat e vetme të çiftit janë shuma 4.000 lekë, ndihmë ekonomike për fëmijën 3 vjeçar dhe pensioni minimal i prindërve të moshuar, të cilët përballen me sfida shëndetësore. I kontaktuar për këtë situatë, kryebashkiaku i Mallakastrës Qerimi Ismailaj ka pohuar se deri më sot programet e financimit për strehimin kanë munguar, ndërsa zgjidhjes momentale të pagesës së qeras për një periudhë 1 vjeçare nuk i janë përgjigjur pozitivisht, pasi kërkojnë riparimin e banesës.